Dhëndri goditi nusen përpara të gjithë të ftuarve, por ajo që ndodhi më pas i tronditi të pranishmit. Ekaterina buzëqeshi me nervozizëm, duke parë reflektimin e saj në pasqyrë. Stilistja po i siguronte me kujdes një velo të hollë në flokët e saj. Çdo gjë ishte perfekte, nga fustani luksos me dantel të hollë tek buqete e luleve të freskëta që zbukuronte sallën e vjetër të një rezidence në qendër të Shën Petersburgut. Mikja më e mirë e Ekaterinës, Olga, hyri në dhomë duke mbajtur një gotë shampanjë. Katja, kjo është dita jote, mos lejo askënd ta shkatëroj. Por më pas në dhomë hyri pa trokitur nëna e dhëndrit, Valentina Petrovna, e veshur me një kostum që i ngjante më shumë një veshje teatrale. Ky është ai fustani? Prisja diçka më të hishme, tha ajo me një buzëqeshje të shtirur. Katja u ndje sikur u godit, por qëndroi e heshtur. Olga bëri një hap përpara. Ky është një dizajn unik. Valentina Petrovna, larg nga çdo produkt i zakonshëm në dyqan. Vjekra doli nga dhoma, duke lënë pas një atmosferë të tensionuar. Ceremonia kishte filluar. Ekaterina ecte ngadalë drejt altarit, por dhëndri Artyon duket i çuditërisht i ftohtë. Gjatë betimeve, ai mori telefonin dhe kontrolloi nervozisht mesazhet. Kur erdhi radha e tij, mërmëriti fjalë që kishte mësuar përmendësh pa vënë zemrën në tokë. Në banketin festiv, Valentina vazhdoi me komentet e saj thumbuese, duke i quajtur shoqet e Ekaterinës të papërshtatshme për një festë të tillë. Dhëndri pa ngritur sytë nga telefoni, u justifikua duke përmendur punën. Duke ju afruar atij, Ekaterina e pyeti me një zë të ulët. Është vërtet e pamundur të lësh punën sot? Ai mërmëriti, diçka pa i hedhur syt. Olga u përpoq të ndërhynte, por pa sukses. Kulmi arriti në dollinë e Valentinës. Shpresoi që kjo martesë do t'ju sjellë lumturi, Artyon, megjithse ëndrat rrallëherë realizon siç i duam. Olga nuk duroi më. Artyon, do ta mbrosh gruan tënde apo do të vazhdosh të fshihesh pas nënës sate? Ai u ngrit menjëherë. Kush je ti që të flasësh kështu? Olga vazhdoi. Ty po e turpëron Katjen përpara të gjithëve. Ekaterina tha me zë të ulët, pothuajse me një pëshpëritje, duke përpjekur të ruante dinjitetin pranë të ftuarve. Artyon, të lutem, ndalo, por në vend të një përgjigje ai bëri një gest të ashpër e goditi në faqe. Të ftuarit u shtangën. Dikush lëshoi një pshërëtim, dikush tjetër u ngrit nga karigja dhe duke mos besuar se çfarë po shihte. Zëri i shuplakës i johoi në sallë dhe dukej i shurdhueshëm. Ekaterina, duke u lëkundur, arriti të qëndronte në këmbë, vuri dorën në faqe dhe lotët i shkëlqyen në sy, jo nga dhimbja, por nga tradhtia. Në atë moment diçka brenda saj u thye, ngadalë duke përmbajtur dridhjen në gishta. Hoqi unazën e martesës si në ngadalësim, e vendosi në skajin e tavolinës më të afërt. Pastaj u drejtua duke parë dhëndrin në sy. Çdo gjë ka përfunduar dhe ti nuk do të më prekësh më kurrë. Kur? Në zërin e saj kishte aq shumë siguri dhe forcë, sa edhe bisedat më të zhurmshme pushuan menjëherë. Njerëzit u tërhoqën më njanë duke e përcjell me shikim më plot respekt, keqardhje dhe admirim. Dhe Ekaterina ecte hap pas hapit drejt daljes, e ndjeshme, por jo e thyer. Natën, duke qëndruar shtrirë në shtrat, Ekaterina shikonte për një kohë të gjatë tavanin, duke rrotulluar në mendje ngjarjet e ditës që sapo kishin kaluar. Poshtërimi, dhimbja dhe tronditja që kishte përjetuar nga dora e njeriu që dikur e kishte dashur dhe që nuk e linte të qetë. Lotët i rridhnin faqeve, por diçka më e madhe po linte brenda saj. Vendosshmëria. Ajo e dinte që nuk mund të jetonte më kështu, nuk do të kishte më frikë, pasiguri dhe varësi nga vendimet e të tjerëve. Unë ngrit ngadalë që të mos zgjonte të ftuarit, u vesh me rroba të thjeshta dhe telefonoi Olgën. Ajo mbriti 20 minuta më vonë. Ja hodhi një palto mbi supe Ekaterinës dhe e përqafoi fort. U futën në taksi në heshtje. Ekaterina shikonte dritat e rrugëve të Shën Petersburgut, teksa pasqyroheshin në xhama dhe ndjente se pesha e së shkuarës po largohej bashkë me lëvizjen e makinës. Në apartamentin e Olgës, të vogël, por të ngrohtë, me shumë libra dhe bim të gjelbra, në dritare Ekaterina u ndjej sigurt. Mikja i përgatiti çaj me në energjik dhe uli në divan. Biseduan gjatë, kujtuan kohët e vjetra, diskutuan se si gjithçka mund të kishte ndodhur ndryshe. Ekaterina ndjeu mirënjohje dhe ngrohtësi,
duke ditur se pranë saj ishte një njeri që kujdesej me të vërtet. Ishte ajo natë kur ajo më në fund mori vendimin e saj më të vendosur që bënte kompromis me veten. Jeta e saj do të fillonte nga e para dhe do t'i përkiste vetëm asaj. Të nesërmen Ekaterina mori gjërat e saja. Artion më në fund i tha: "Askujt nuk do t'i duhesh. Është më mirë të jem vetëm se sa me dikë si ti", u përgjigj Katja. Olga e mbështeti shoqen e saj. "Prej kohësh ke ndëruar një studion tënde, tani është koha më e mirë për të filluar." Ekaterina mori me qira një hapësirë të vogël në prospektin Noveski, duke zgjedhur një qoshe të rehatshme në një ndërtesë të vjetër që kishte nevojë për rinovim të plot. Me entuziazëm dhe frymëzim, ajo bashkë me Olgën dhe disa miq të tjerë filluan ta transformonin këtë vend. Ata kaluan orë të gjata duke hequr mobiljet e vjetra, duke lëmuar dyshemen prej druri, duke lyer muret me ngjyrë të butë dhe duke zbukuruar dritaret me perde elegante. Pavarësisht të lodhjes pas çdo dite pune, Ekaterina ndjente gëzim që ëndra e saj për një studio personale po kthej gradualisht në realitet. Por së shpejti qetësia e këtij fillimi të ri do të prishet. Ekaterina filloi të merrte shënime kërcënuese nga Valentina Petrovna, të mbushura me nënkuptime të fshehura dhe kërcënime të maskuara. Këto mesazhe tregonin qartë se ajo nuk do të ndalej për asgjë që ta pengoj Ekaterinën dhe për t'i shkatruar shpresat e saja për të ardhmen. Katja vendosi të mos dorëzohej, por kërcënimet u bën më serioze. Dikush po e ndiqne, duke i dërguar fotografi të marra fshehura zi. Mihaeli vëllai i Olgës solli një detektiv privat. Ai instaloi kamera dhe nisi hetimet. Shpejt u bë e qartë se Valentina kishte punësuar një burr për ta ndjekur Ekaterinën. Katja paraqiti kallëzim në polici, duke ofruar të gjitha provat. U nis një hetim, por Valentina u përpoq të ndikonte mbi hetimin përmes lidhjeve të saja. Në seancën gjyqësore, Ekaterina tregoi me detaje gjithçka që kishte përjetuar gjatë vitit të fundit. Historia e saj ishte e sinqertë dhe emocionale. Ajo listoi me qetësi dhe siguri të gjitha episodet e poshtrimit, përndjekjes, kërcënimin. Ekaterina theksoi se çdo ditë kishte qenë një sprov për të, e mbushur me frikë dhe ankth, por ajo kishte gjetur forcën për të luftuar dhe për të mos u dorëzuar. Në sallën e gjyqit ra një heshtje e thellë teksa Ekaterina paraqiste provat që kishte mbledhur. Pasi ndëgjoi të gjitha palët dhe shqyrtoi provat, gjykata e shpalli fajtore Valentina Petrovën për të gjitha akuzat. Pas gjyqit, Ekaterina më në fund mundi të merrte frym lirshëm. Studioja e saj, e quajtur Rilindja, filloi shpejt popularitet. Një ditë teksa qëndronin me miqt në balkon dhe shikonin perëndimin e diellit, Ekaterina ngriti gotën: "Për një jetë të re dhe për ju, që keni qenë gjithmonë pranë meje." Ajo e kuptoi se rruga që kishte ndjekur ishte vetëm fillimi. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi, na tregoni në komente. Dhe nëse ju pëlqeu videoja, atëherë shtypni butonin pëlqej dhe abonoheni në kanalin ton për më shumë histori si kjo. Ju faleminderit.